Buka tradicionale e Pashkës që përgatitet shumë lehtë. Aroma që ka kjo bukë të bën ta hash të gjithë. Në hapin e parë, thjesht aktivizojmë majan me ujë të vakët, me sheqer dhe me pak miell. Në një tigan do të shtojmë qumësht dhe sheqer, duke i ngrohur vetëm pak. Mastika dhe kardamom janë dy nga erëzat kryesore, të cilat unë i kaloj në blender për të qenë sa më të imta. Tek tigani i qumshtit do të shtojmë 4 kokra vezë dhe pastaj do të bashkojmë të gjithë përbërësit bashkë me mielin. Dy elementet të tjera që i japin aromën e mirë janë erza mahleb dhe lëkura e portokallit. Kjo bukë pashke është përgatitur me gjalpin cilësor nga erzeni, po ashtu edhe me qumshtin që e përdorëm pak më përpara. Gjalpin e kemi shtuar në 3 pjesë duke e punuar me dorë dhe këtu kemi brumin e ardhur. Unë kam bërë 3 bukë pashke duke bërë gërshetin siç e shikoni në video. Kini durim sepse duhet vi edhe një herë të fundit para se të bëjmë pjekjen. Bukët do t'i lyejmë me qumësht dhe me vezë të rrahur dhe do t'i shtojmë fleta bajame sipër. Tani i kemi gati për t'i pjekur dhe ky është rezultati, bukë pashke të buta dhe aromatike.